Pasuria e Ilir Metës është zero. Avokati publikon analizën financiare ndaj kryut të Partisë Lirisë është ngritur një mal me akuza. Avokatët mbrojtës të Ilir Metës kanë dalë me një deklarat ku kanë bërë publike një analizë financiare të presidentit Partisë Lirisë nga viti 1995 deri në vitin 2023. Mbrojtja e tij theksoi se ndaj Metës është hedhur një mal me akuza duke pretenduar se pasuria e tij është zero. Cakrani theksoi se në procesin ndaj Ilir Metës duan transparencë edhe minimumin e standardit të shtetit të së drejtës. Kemi bërë një kërkesë për zëvendësimin e masës dhe kjo kërkesë ishte bazuar për t'i dhënë pamje në një drejtësie që funksionon, por gjyqtarja Irina Gjoka nuk e pranoi kërkesën, por ne do të vazhdojmë. Kjo është betejë ligjore. Meta është në paraburgim dhe ka kaluar çdo standard. Kur sillet drejtësia me një personazh që ka histori politike në 34 vite, imagjinoni çfarë bëjnë me qytetarët këta. Ne nuk kemi ardhur të bëjmë viktimën, por ne jemi në të drejtën tonë. Ndaj Zotit Meta është hedhur balë të sulmuan me reformën në drejtësi, me gjykatën kushtetuese dhe nuk mbeti gjë tjetër veç se ta mbani në burg. Kjo po cënon të drejtat edhe lirit e njeriut. Ne kërkojmë minimumin e standardeve, standardin minimal të shtetit së drejtës. Balta që është hedhur mbi Metën është për pasurinë e tij. Pasuria e Zotit Meta është zero. Qofte luajtshme, qofte pa luajtshme, sepse ka punuar me dinjitet dhe pastërti, tha avokati.